have to be the one who sees the way this all will end. All you gotta do is take the next step. Come on, and take the next step. When you lose in the fight and the finish line's too far. All you gotta do is take the next step. Spit that up and take the next step. Deep in your soul is the strength just to face one more day. Take the next step. Mirëmbrëma, mirë se rrini. Çdo muaj tetor, ne përpiqemi që të fokusohemi tek vizioni I kishës, edhe këtë muaj përsëri do bëjmë po të njëjtën gjë. Do fokusohemi tek vizioni I kishës sonë, edhe gjatë 4 javëve që vijnë, ne do të jemi duke folur mbi vizionin. E kemi quajtur, sipas kësaj çfarë shikoni në ekran, next steps, që do të thotë në shqip hapat e tjerë. Dëshirojmë që të jemi pak më konkret këtë vit në kuptimin si mund të zbërthejmë vizionin, çfarë thot vizioni ynë, edhe çfarë do të thotë kjo për mua si individ I kësaj kishe. Çfarë do të thotë kjo për ne që jemi pjesë e një grupi të vogël, pra çfarë do të thotë vizioni për grupin tonë të vogël, edhe çfarë do të thotë vizioni atëherë gjithë ne si kishë së bashku. Kështu që prandaj kemi quajtur të jemi pak më konkret, cili është hapi tjetër apo hapat e tjerë. Mirë? Le të lexojmë çfarë thot vizioni ynë. Thirrja jonë parsorë është ta duam Perëndin me gjithë zemër, prej kësaj rrjedhin një jetë në adhurim, rritje në karakter të perëndishëm, dashuri ndaj të afërmit, zemër për të humburit, përkushtim në shërbes. Qëllimi është që së bashku me gjithë popullin e Krishtit të arrijmë një lëvizje kombëtare drejt mbretërisë Perëndisë në të gjitha sferat e shoqërisë shqiptare. Ne besojmë se fryti I kësaj lëvizje do të jetë që Shqipëria të bëhet një bekim për shumë kombe të tjera për lavdi të Perëndisë. Tani, këtë vit ne do të vazhdojmë të synojmë atë që tashmë kisha jonë ka synuar në gjithë këto vite ekzistencë. Mirë, nuk është që këtë vit ne do fillojmë ta bëjmë. Kjo kish ka për 22 vjetësh që ekziston edhe vazhdojmë në këtë synim. Ne duam që të rritemi në marrëdhënien me Perëndin, të rritemi si grup gjithashtu siç thash, por edhe si kish. Edhe pse e bëjmë këtë vazhdimisht për vite të tëra, nëse e vut re tek fjalitë e fundit tek vizioni, me qëllim që të njohim Perëndin më shumë dhe ta bëjmë atë të njohur në komunitetin rreth nesh. Sa për nesh këtu mendojmë që ky vizion që sapo lexuam është vullnetin e Zotit ose shpreh zemrën e Zotit. Sa për nesh besojmë apo mendojmë apo vetëm voni. Bëj shaka. Pra, se ndoshta se bëra pyetjen mirë. Sa njerëz mendojnë edhe besojnë që kjo që sapo lexova unë është vullneti I Perëndisë apo zemra e Perëndisë për ne, për jetën tonë, por edhe për Tiranën edhe për kombin tonë. Sa njerëz mendojnë? Kemi disa. Kanë frikë tani njerëzit të ngrenë dorën se ku I di se çfarë vjen pas. Të gjithë ne, patjetër vëllezër motra, kemi këtë dëshirë që të shikojmë këtë gjë të ndodhi. Me jetën tonë personale, dhe me Tiranën, dhe me komshin tanë, me gjithçka që na shohin në syt. Ne duam dhe dëshirojmë këtë, patjetër. Mirë? Por a keni vënë re që vetëm një dëshirë e mirë, çoku nuk mjafton, apo jo? Unë kam shumë dëshira në jetën time, të them drejtën, e nuk do t'i them sot këtu, po problemi është, po nuk I shkova pas këtyre dëshirave që të vinë në realitet, unë mendoj që do vdes, edhe as nuk do t'i shoh fare këtë dëshira. Pra mund t'jenë shumë dëshira të mira, mirë? Edhe asnjëherë nuk do t'i shoh. Kështu që
unë uroj përsëri këtë vit mos tjetë vetëm dëshirë, po tjetë që ne do marrim disa hapa më konkret. Unë si individ, si Landi, ti që je aty në karrige, çfarë do të thotë kjo për mua? Fjalë shumë të bukura, fantastike, duket shumë mirë, por çfarë do të thotë kjo? Do të flasim jo vetëm sot, këtë muaj, por edhe gjatë vitit, sepse më duket që nuk është kaq e thjeshtë, edhe e lehtë. Të bësh vullnetin e Perëndis vëllezër, unë besoj që nuk është e lehtë. E shikojmë në fjalën e Perëndis, besimtarët në vjetën e vjetër dhe në vjetën e re, ishin goxha probleme dhe vështirësi për të bërë vullnetin e Perëndis, apo jo? Kishin dëshirë dhe ata, si ne, por është e vështirë. Duhet përveshim mëngët, edhe t'i futemi punës, edhe punës do të thoja shpeshherë edhe shumë pisët. Keni vënë re kur ju bllokohet në shtëpi lavamani apo banjo, i përvishesh mirë punëve dhe do të shikosh fundin e asaj pune, apo jo? Edhe megjithëse ndonjëherë këtu kur flasim për vizionin e kishës, çoku nuk na shkon në mendja për këto gjërat e vështira. Gjithmonë nuk e di pse unë kam këtë tendencën të flas për gjërat e mira, të lehta, të bukura, por kur flasim pastaj për situata të vështira në jetë, është le ta fillojmë me veprat, kemi një varg në disa vargje, një pasazh sot tek veprat, veprat e apostujve 2:42-47. Çfarë bënte kisha e hershme? Do të vazhdojmë. Javën e fundit unë fola vetëm nga ana historike, çfarë ndodhi domethënë me kishën e hershme. Sot të drejtën duam të shkojmë çik më tutje. Pse i bënin këto gjëra që bënin? Pse? Kështu që le të lexojmë. Ata ishin 42 vargu 42, ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimeve të apostujve, në bashkësi, në thyrjen e bukës dhe në lutje. Dhe të gjithëve u kishte hyrë druetja, dhe shumë shenja dhe mrekulli bëheshin nga dora e apostujve. Por gjithë ata që besonin, rrinin bashkë dhe çdo gjë e kishin të përbashkët. Dhe i shisnin pronat e pasurisë dhe u andanin të gjithëve sipas nevojës së çdo njërit, dhe ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në tempull, dhe duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqim me gëzim dhe me thjeshtësi zemre, duke lavdruar Perëndin dhe duke gëzuar simpatinë e gjithë popullit. Dhe Zoti i shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar. Perëndi i madh, ne paraqesim veten tonë sot dhe themi ne jemi nevojtar për ty. Çfarë shohim te kisha e hershme, te kisha e parë? Çfarë ndodhi atje? O atë ne themi eja këtë vit. Ndrysho mua, ndryshona ne. Si kish Perëndi, si grupe të vogla, si individ. Çfarë do të thotë kjo çfarë ti ke folur udhëzëve tanë? Si mund të bëhem unë pjesë e këtij vizioni? Perëndi i madh, lutem, ndihmona, gjërsa flasim për këto edhe në grupe të vogla, ndihmona që ta kuptojmë. Unë lutem për kuptim prej teje e frymës së shenjtë. Lutem në emrin tënd Jezu Krisht. Amen. Vargje që sapo lexuam shohim me njëherë 4 aspekte që me njëherë bien në sy, nuk është e vështirë që mos t'i shikojmë. Ata ishin një kishë që adhuronin, ungjillizonin, ngulmonin në mësimin e apostujve thot, dhe kishin dashuri. Këto 4 pika do t'jemi vetëm duke i parë më me detaje. Të jemi një kishë adhuruese, është vargu 46 dhe 47. Ata thot ngulmonin i mendjet vetme çdo ditë në tempull dhe duke thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqim me gëzim dhe me thjeshtësi zemre, duke lavdruar Perëndin dhe duke gëzuar simpatinë e gjithë popullit. Kisha e hershme vëllezër, shkonte në tempull dhe shkonte shtëpinë në shtëpi. Tani patjetër shtëpia që ata kishin atë kohë, edhe besoj që ne kemi sot, nuk më do mendje që ka ndryshuar shumë. Shtëpia janë shtëpia ku një familje mund të jetojë.
Kështu që me njerë kuptojmë që ishin duke u mbledhur në grupe të vogla. Jo si në tempull. Tempulli ishte një vend shumë i madh për shumë njerëz. Në shtëpi, patjetër ata ishin duke shkuar në grupe të vogla. Tani, hanin, thyenin bukën, gjithashtu ka të bëjë që ata merrnin darkën e Zotit, por edhe hanin së bashku. Nuk është vetëm që merrnin darkën e Zotit së bashku dhe luteshin edhe adhuronin, por dhe hanin drek, dark, bashk, ndanin vaktet së bashku. Kjo është piktura, domethënë që shohim nga ato vargje që sapo lexuam. Hanin bashk, luteshin bashk, lavdronin Perëndin së bashku, thotë, qëndronin së bashku. Me pak fjalë, ndanin jetën me njëri tjetrin. Vëllezër motra, kjo çështje e grupeve të vogla dhe atë çfarë ne shohim te kisha e parë, nuk jemi ne si kish që po krijojmë, si i themi, vezën nga e para, kanë qenë duke e bërë shumë shekuj më parë, pra shohim kishën e parë, dhe ne si kish kemi qenë duke e thënë për vite të tëra, ne nuk dim do një model më të mirë nga ky modeli i veprave të apostujve, se si ne mund të jemi adhurues, të mblidhemi së bashku, të adhurojmë Perëndin, por edhe gjithashtu të ndihmojmë njëri tjetrin. Tani, unë kam qenë pjesë e disa grupeve në këto vite, grupe të cilat kanë shkuar mirë, grupe që kanë shkuar shumë keq, grupe që kanë shkuar çka. Mirë. Edhe shumë prej jush nuk e di çfarë eksperiencë keni, do flasim prapë edhe për këtë më tutje. Por ajo çfarë po flasim është për grupet e vogla. Dhe prandaj fokusohemi te kisha e parë. Çfarë bën ata? Dy arsye që shoh këtu është arsyeja e qëndruarit së bashku, sepse nga vargje që sapo lexuam kishte bënte me ata i ndruheshin Perëndis, besonin thot Perëndi, kishin frikë me pak fjalë Perëndis, dhe me fjalë tjera Perëndia ishte faktori kryesor pse ata po shkonin në tempull dhe po shkonin shtëpi më shtëpi. Për shkak të Perëndis. Dhe arsyeja e dytë tani është që ata kishin parë që kishin nevojë për njëri tjetrin. E theksoj prapë. Ishte nevojë që ata kishin për njëri tjetrin. Kjo puna e të pasurit nevojë dhe të shikuar edhe tjetrit si nevojë, unë vetëm do thoja këtë që kam merak, unë si Landi them drejtën, kam merak për shkak të jetës, mënyrës se si jemi sot në shekullin që jemi, unë jam i pavarur shumë dhe them drejtën, nuk del nevoja që të kem marrëdhënie me ty edhe të kem mik ty. Madje them drejtën, kjo është më shumë punë për mua. Edhe për ty. Do takohem me ty, do pim kafe, edhe mjet dhe i listë me lutje, po kam mjaft lutjet e mia, kupton? E gjitha kjo është më shumë punë, apo jo? Ja? Dhe kam merak dhe ju a them, në qoftë se si puna ime, që shpeshherë ndjej që unë nuk kam nevojë për ty, po them që je në rrezik. Je në rrezik të madh këtu. Kur e shoh Landi nevojën për denin, për anën, për vonin, për tjetrin, kjo është bashkësia me Perëndin dhe me njëri tjetrin. Unë do ta theksoj që ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Kur ne themi jemi familje, mendo pak, shiko, gjërat që unë i ndaj me prindrit e mi, me motrën time, mirë, të gjakut, unë nuk i ndaj këto me të gjithë ju. Mirë? Por i ndaj vetëm ndoshta me 4, 5, ndoshta 6,
ndoshta 10 njerëz që janë këtu në këtë sallë. Po nuk i ndaj me të gjithë. Se akoma nuk kam këtë marrëdhënie të ngushtë siç kam me këta 5 apo 6 apo 8. Edhe pastaj ne themi familje, por këtu ngatrojnë pak konceptet. Se pastaj kur unë jam me të vërtet në allë edhe në problem, unë fakt shkoj prapë tek njerëzit e gjakut tim, ata janë më afër, se ata janë familja. Familja e Zotit, ku diun është diçka që thot Bibla, nuk e kuptoj shumë mirë. Kuptoni? E unë kam qef që mos flasim, tani ti mund më thuash, kjo Leandro është shumë idealiste, tepër, kupton? Unë jam duke të thënë, marrëdhënien që kam me këta burra, nuk e kam me asnjë të farifisit apo të gjakut tim. Brenda, si e thon, familjes time. Edhe nëse, kur them marrëdhënie, që ne do ta mbanim njëri tjetrin për çfarë do lloj situate. Nuk jam duke thënë një marrëdhënie mëngjes me mbroma mirupafshim. Mirë? Dhe kemi nevojë për këto marrëdhënie po flasun, për këto marrëdhënie edhe shoh tek veprat tek kisha e parë. Për këto marrëdhënie. Mirë. Fani se ndoshta qëndrova shumë këtu edhe kisha shumë qejf ta thoja. E nxora. Shkoni në grup të vogël këtë vit. Ju lutem. Si kish, si plejsi, ne nuk kemi një mënyrë më të mirë që të kujdesemi për ty individualisht. Nuk kemi. Edhe shpeshherë ndoshta në këto vitet e fundit, kur dikush ka ardhur tek plejësia apo tek unë, ka pas disa probleme, unë i thash, ky problemi yt, them drejtën, nuk do zgjidhet me një takim apo 2. Është një proces i gjatë. Edhe unë nuk mund të ndihmoj t'ju thash që të mund takohem në 6 muaj, 8 muaj apo vitet që vinë me ty personalisht. Kështu që të lutem thash, kjo është struktura se si kisha jonë ecën, shko dhe kap një grup vogël, bëu pjesë, ndaj jetën me atë grup dhe me ata miq që ke aty brenda. Kështu që do t'ju nxis dhe do t'ju inkurajoj të mund të shkoni t'i zini derën një grupi të vogël këtë vit. Mirë? Pika e dytë që shoh është, ata ishin ungjilltar, ose ungjillizonin, me pak fjalë, lajmi u përhap çfarë ndodhi në kishën e parë. Menjëherë bëri një bum të madh, komshit e lagjes aty apo të asaj zone e morën vesh shumë shpejt çfarë po ndodhte me kishën e parë, apo jo. Ishte tamam unë që si një lloj vulkani. Puf. Edhe gjithë njerëzit rreth rrotull morën vesh, qytetet e tjera morën vesh. Imagjinoj, domethënë, nëse do ndodhte diçka këtu, do merrte vesh jo vetëm lagja këtu afër, tek bloku apo ku jemi, do marrë vesh Durrësi, Lushnja, Kavaja, Berati, Korça. Domethënë për tillë vulkan po flasëm. Një? Zoti i shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar. Edhe ti thua, pse, çfarë po ndodh aty? Pse po shkonin njerëzit? Nuk do të lexojmë, po të shkojmë më poshtë ke kapitulli 2, Pietri, thash javën që shkoi, Pietri u ngrit edhe u foli, ju burra, hejani në pendim. Mirë? Dhe i tha ungjillin. Dashurinë e Perëndisë, se si një person mund vinte në shpëtim. Unë mendoj që këta burra rreth e rrotull, këta komshi që ishin rreth kishës parë, këtë pan, me këtë u prezantuan, me këtë jetë të çuditshme, të mbinatyrshme që kisha dhe besimtarët e parë ishin duke përjetuar. Dhe ishte diçka e dukshme, nuk ishte diçka që mund të mbulohet, diçka që nuk ta fshejmë këtë. Ishte diçka e madhe. Një stil jete në adhurim duhet të riprodhoj ungjillizim. Vetëm fola pak për si mund të jemi adhurues, çfarë do të thotë kjo? Ajo, më falë se ndoshta nuk e thash tek pika e parë,
ajo çfarë mund bëri gjithashtu për shtypje, për të qenurit adhurues, ata rrinin bashkë, kalonin pak pra kohë me Perëndin dhe me njëri tjetrin dhe hanin bashkë. Unë asnjëherë nuk e kisha parë këtë si një adhurim. E kupton? Se kisha parë këtë si adhurim. Që të ri bashkë me njerëzit e kishës, të hanë bashkë, që ndrojmë bashkë, është adhurim. Duke adhuruar Perëndin, pra me këtë zemër. Unë nuk e kisha parë tjetër këtë dhe. Tani, ky lloj stili jetese bëri patjetër njerëzit komshit që të vinin dhe të interesoheshin. Ore, qa po ndodh me ju? Pse i bëni këtë që bëni ju? Pse rrini bashkë? Pse ndani çdo gjë që keni ju të përbashkët? Domethënë janë gjëra të mëdha këto. Mendoni, sa prej jush këtu kanë shtëpi, që jeni pronar të shtëpisë. Nuk ka problem, ne nuk do t'ju kërkojmë shtëpinë, po vetëm jam duke pyetur, mirë? Kështu që mund ta ngreni dorën. Tani, arsyeja pse e them këtë është mendoni që ata thonë, i morën tokat, pronat që kishin, i shitën për një qëllim. E sollën tek apostujt që ata ta administronin pastaj. Tani unë po ju them, njerëzit para 2000 vjetësh nuk kishin budallëk. Këtë ju siguroj unë. Diçka ndodhi tek ata që të mund merrnin gjithë pronat e tyre, t'i shisnin dhe t'ja uhipnin tjerëve. Është diçka e madhe. Unë si Landi, po ju them seriozisht, unë nuk jam atje akoma. Kështu që gruaja ime rrie qetë që nuk do e shes shtëpinë akoma. Po a kuptoni çfarë po ndodh atje apo jo? Ishte diçka e mbi natyrshme. Shesi shtëpinë, shesesh gjithçka. Gjithë ne do kishim frikëra, do kishim çfarë thua ti? Në është kjo nga Zoti, s'është kjo nga Zoti? Vëllezër motra, çfarë ke ti sot që do t'i jepje komshiut tënd, atij vllajt atje, apo atij tek dyqani, tek shkolla, tek puna, kudo që ti je rreth e rrotull. A ke ti diçka që do t'i japësh atij? Nëse unë do t'ju jap ju sot, tani kjo nuk është premtim, mirë? Paktën është në kamerë aty dhe mund të shkojmë prapë ta shikojmë, unë nuk ju premtoj. Por në qoftë se në një ditë unë do ngrihem mëngjes edhe do t'ju bleja një shtëpi. Po shtëpi të mirë. Tani kjo s'është e vërtet, mirë, është në kamera, kam dëshmitar kamerën, mirë. Tani, nëse unë do t'ju bleja një shtëpi, po shtëpi të mirë, që është, domethënë nga ato që shikojmë ndonjëherë në për këto filmat, në për këto, ndoshta Buzdetit, Buzliqenit, këtë gjitha, mirë. Tani, çfarë jeni duke folë për planimetrinë e shtëpisë, më duket tani, Mendoni tani, çfarë do bëje ti nëse unë do ta dhuroj aty këtë shtëpi? Ti nuk do lije njëri pa i thënë. Kupton? Do kapi njerë gjithë listën e kushurimve, halla, daja, teze, xhaja, gjithë. I shoku im dha i shtëpi, na bleu shtëpi, na i dha dhurataj. Nuk e di çfarë lodhi me të, ndoshta po, iku, po, tamam. Po ai më dha një shtëpi. Ti do të shkosh, ke shokët, ke gjithë që ke, do t'i thuash për këtë gjën e madhe dhe të mirë që ti more. Mirë? Pyetja ime është kjo. Çfarë ka mund tani edhe ti për t'i dhënë këtij komshiu ton një lajm të tillë që ky ngrihet edhe është gati të fluturojë. Çfarë ke ti dhe unë, kisha e atëhershme. Nga këto vargje që ne lexojmë, kishte diçka. Kishte diçka që ata vinin, hipnin çdo gjë, shisnin çdo gjë dhe i thonin apostujve, aman ore, çfarë duhet bëjmë neve? Na udhishnin, na drejtoni se si të bëjmë në jetën.
Ungjillizimi vëllezër përsëris vjen si pasojë e adhurimit edhe zbulesës që ne personalisht, individualisht kemi me Perëndin tonë. Siç thash, Landi nuk është atje akoma për të shitur shtëpinë, por nuk jam i dekurajuar nga Landi që nuk shet akoma shtëpinë. Landi do në fakt zbulesë për këtë, për të ardhur këtu. Kështu që ju lutem, kur ne po flasim dhe fokusohemi te kisha e hershme, ndonjëherë unë tani bëj gabim që të marr dhe të bëj të copy paste, domethënë çfarë ndodhi te kisha e hershme dhe ta bëj Landi. Edhe duket tamam sikur është në mish. Unë nuk kam as besimin për atë, unë nuk e besoj në fakt atë që bëra vetë. Edhe kjo nuk është ajo çfarë jam duke thënë sot. Por duhet vi nga një zemër që është e thyer këtu, që dëshiron të bëjë vullnet në Zotit me të gjitha gjërat. Dhe gjithë ne jemi në këtë proces. Nuk mbaroj sot. Unë akoma s'kam arrit atje, po përpiqem, kështu që ju tjerë që jeni pa shtëpi prisni akoma, derisa Landi të arrijë, ndoshta atje se ku i dihet, ndoshta e shet Landi shtëpinë. Mirë. Po për këtë jam duke folur sot. Që ne jemi në një proces vëllezër që nuk është e lehtë, edhe kalon tashmë atë që thash në fillim, nuk mbetet më dëshirë. Kupton? Unë them drejtën, kam shumë dëshira, shpeshherë madje s'kam dëshirë të ngrihem mëngjes e të ikim në punë. Ndoshta edhe ju kam dëshirë të bëj këtë apo të bëj atë, po nganjëherë them jo, cili është qëllimi për mua? Qëllimi është që unë duhet bëj vullnetin e Zotit. Unë kam këtë dëshirë, po më tepër se dëshirë, bëj vullnetin e Zotit sot. Kështu që ngrihesh, vishesh edhe fillon pra punën nga e para, zhblloko lavamanin, edhe fillon me punët më të pista. Ja? Duhet të them një gjë. Shpresa jonë sot kam parë që është diku tjetër, edhe jo Jezusi më kot tha që ju duhet vdisni. Mbani mend vargun kur Jezusi ishte duke u folur dishepujve, duhet të vdisni që të rilindeni. Duhet gjithçka të mbaroj. Edhe kjo vdekja e Landit është kaq e vështirë vëllezër. Nëse ne duam që të shohim një shoqëri të ndryshuar, e të shohim tiranasit të shpëtuar duke ardhur në Zotin, nuk është kaq e lehtë. Bëhet me Zotin, po, por është gjithashtu punë, ne si kish duhet përfshihemi akoma më shumë. Edhe unë ju them, ju siguroj që ka kosto. Edhe këtu ndahet pastaj sistemi në shapi nga sheqeri. Dëshira nga të shtruarit e të bërit gjërave. Po prap, jo për shkak sepse hajde të bëjmë një copy paste siç thash, për shkak se ti je besimtar i mirë, duhet të bësh këtë. Po për shkak sepse duam të bëjmë vullnetin e Zotit, edhe që kemi këtë dëshirë dhe këtë pasion dhe kemi rënë dashuri me këtë Perëndi. Kjo është pastaj, unë them, produkti çfarë del nga adhurimi apo nga zbulesa e Perëndisë. Unë shpeshherë vëllezër besoj më shumë dhe kam më shumë shpresë ke hyrja në Europë se sa çfarë mund të ndodhi me kishën shqiptare. Ka plot ditë që unë e ka veten me të vërtetë, them, që unë kam shumë më tepër shpresë po hym në Europë, gjërat do ndryshojnë, po do ndryshojnë ama, kupton? Edhe unë nuk jam duke thënë që hyrja në Europë si proces, patjetër do sjellë disa ndryshime, patjetër, shumë të mira. Nuk jam duke thënë këtë, as nuk e di a do sjellë apo jo, po le të themi që do sjellë, kupton, nuk dyshoj ke kjo, po problemi që unë kam është këtu i zemrës time, që unë varr më shumë shpresat tek hyrja në Europë apo ke një gjë tjetër, çfarëdo që ti ndoshta ndeshesh sot, se sa çfarë mund të bëj Zoti me mua si individ edhe me ne si grup. Mund të jetë ndoshta hyrja në Europë, po mund të jetë diçka tjetër.
ku ke ti shpresën më të madhe? Çfarë mund bëj sot? Çfarë mund ndodhi sot? Duke parë patjetër korrupsionin, problemet, situatat, varfërinë, gjitha këto. Edhe kemi gjithashtu dhe pak histori që jemi si dekurajuar. Është situatë e vështirë, Roland, çfarë po thua? Si do dalim nga ky batak, nga kjo gjë ku jemi? Kemi goxha në fakt histori të vështirë. Por, pra po them, unë kam dëshirë ta gozhdoj landin, ta mbaja landin ke ky litar që unë e quaj shpresa në Zotin. Dhe vetëm ke ky kam dëshirë. Pavarësisht se landi nuk do të rikëtu, ka shumë dëshirë të lëvizi nga kjo shpresë, unë kam qejf që ta shoh landin në këtë litar, në këtë shpresë të vetme, që nuk ka tjetër. Ndoshta duhet ndaj vetëm një shembull. Para disa ditësh po flisja me prindërit e mi edhe babi dhe mami bën një pyetje që ore si do merremi në qiell. Ne si besimtar ta si do ikim, çështë e kishte këtë pyetje, kupton? Unë i thash, unë nuk e di, se ajo tha, unë kam menduar, tha, duke lexuar shkrimin, tha, aj sa mendoj, kuptoj, unë tha, është tha si puna saj në ëndër, tha. E ke parasysh që ti shef një ëndër, edhe ti nuk e kupton mirë ku je, është anë emocionale, diçka shpirtërore aty, diçka e tillë. Edhe unë po e dëgjoja, në fakt më kujtua me një historia kur u ringjall Krishti, çfarë bërej? Shkoi tek dishepujt edhe i tha Tomasit, preke, më prek i tha. Më prek vrimën në gozhdës. Tani, ai pasazh aty thuhet që dyert edhe dritaret ishin mbyllur. Tani ata e prekin këtë si mish me kocka dhe madje ai thot, "Mitni edhe diçka për të ngrënë që t'ju ambush mendjen mirë që un jam real." Kjo të them drejtën akoma më të friksuar dishepët, domethënë dikush që vjen nga muret e dikush që flet, diskuton po edhe han. Unë mendoj që sot si landi unë nuk e kuptoj këtë. Çfarë do të thotë ky trup edhe se si është. Por unë i thash prindërve të mi që kjo botë shpirtërore është kaq reale sa që po flasim ne të dy sot tash. Siç po flasim ne të dy sot, që ne shohim njëri tjetrin përballë, kjo botë që po flet Bibla kaq reale do jetë. Po mua më mbushi plot me shpresë. Nuk e di pse. Është ju nuk ju mbush asnjë gjë me shpresë, po mua mbushi kaq me shpresë që kjo jetë për cilën ne po shpresojmë. Nuk është një si, ku di unë, një ëndër, një kështu. Jo. Krishti u quhet i para linduri. Ai që pra po hapte rrugën i pari dhe ai që u rilindi i pari. Dhe unë them, ne vëllezër po flasim për një jetë kaq reale sa ç'është kjo këtu sot. Por unë mendoj që unë edhe ti dhe ne nuk e kuptojmë çfarë do të thotë kjo, si do të jetë kjo, çfarë do ndodhi, se thot apostulli ju e keni me copë të kuptuarin edhe zbulesën deri tani. Mendoni kaq, do të jetë një botë tjetër. Nuk e di prapë, bëra pastaj shumë shaka, kjo bota tjetër thash, po do të jetë kaq reale siç jemi sot thash. Prandaj ja vlen thash, ja për gjithçka. Unë kupton? Nëse, ndoshta kjo nuk ju dha fare shpresë që juve. Të bëhemi një kish, një pikë tjetër që shohim tek veprat e apostujve, të bëhemi një kish që nxë ose që mëson, sepse ata thuhet ata ishin zbatues në mësimin e apostujve. Siç thash javën që shkoi, kisha e parë nuk kishte shkrimin siç e kemi ne sot, sepse shkrimi u shkruhet më mbrapa. Kështu që ata s'kishin çfarëdo që goja e apostujve fliste, pak a shumë ishte shkrimi
i Perëndis për ta. Pra çfarëdo që thonin apostujt, ata e zbatonin. Pra nuk kishin si ne sot, ne hapim shkrimin e kemi kollaj, kupton? Tani ata sot, unë do thoja, për shkak se kemi shkrimin, ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit që ne do thonim sot fjalës Perëndis. Ngulmonin. Ko pa ko, ishin, unë them, duke nxënë, duke mësuar, çfarë po thotë Zoti. Edhe ju nxis që të mund të shikoni këtë si qëllim, këtë vit, por nëse po je kaq i zënë me shumë gjëra që shpesh ne jemi, mundo pra ke ky grup i vogël. Mos u mbaj vetëm me të shtunën këtu. Nuk është mjaft të shtuna këtu. Shkon ndoshta në një grup të vogël. Patjetër ne u kemi thënë gjithë drejtuesve të grupit të vogël që të hapin Biblën, patjetër edhe të lexojnë paktën disa vargje nga Bibla çdo herë që takohen. Kështu që do të mësoni diçka të vogël aty. Mirë. Ngulmues në fjalën e Perëndis që do thonim ne sot. I vinte veshin, unë kam thënë porosive të apostujve. I vinte veshin. Një kishë shëndetshme duhet t'i vë rëndësi mësimit të fjalës Perëndis, porosisë, këshillës, urtësisë që na jep fjala e Zotit, që të mund të bëjmë një jetë me besim dhe me perëndishmëri. Një kishë që i jep prioritet mësimit të fjalës. Ju lutem edhe për gjithë ju që drejtoni grupet vogla, ju lutem bëheni këtë për grupin tuaj këtë vit, sa mundeni, me gjithë kapacitetin dhe mundësinë që ju keni. Kisha e hershme, pika e fundit, kishte dashuri. Si thash më përpara, për gjithë ata që besonin, rrinin bashkë dhe çdo gjë e kishin përbashkët dhe i shisnin pronë pasurit dhe u ndanin gjithë sipas nevojës së çdo njëri. Tek e pari Gjonit 4:1-7-8, 4:7-8, na thuhet shumë të dashur le ta duam njëri tjetrin sepse dashuria është nga Perëndia dhe kushdo që do ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndin. Ai që nuk ka dashuri nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Tek Gjoni 13:35, për kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Me pak fjalësh duke na thënë gjithë ju që keni të mirat materiale të kësaj bote, ju lutem kujdesuni për ata të cilët nuk i kanë këto të mira materiale. Edhe thjesht troç, unë ju them, kjo nuk bëhet në qoftë se Zoti nuk të prek ty edhe mua. Nuk bëhet. Ndoshta mund ta bëj një herë, mund ta bëj ndoshta edhe 2 herë, por nuk do të vazhdoj që ta bëj. Kjo ka të bëjë gjithashtu dhe me dietën. Mbaj mend nga vetja, kur kam dhënë për herë të parë dietën, ishte me shumë me vështirësi, herën e dytë, çfarë të bëj me këtë, herën e tretë, edhe fillon pastaj edhe bëhet si diçka që i takon jetës tënde. Valla ti duhet t'i japësh atë Zotit. Edhe kalon, ka përcjellur, unë them, një mal që ishte i vështirë për ty dhe që donte besim. E kupton? E njëjta gjë kur flasim për dashurinë vllazërore. Mua më duket pak kjo si ideologjia komuniste që gjithë për një për gjithë, të drejtën ideologjia komuniste ka marrë shumë nga shkrimi, por gjithashtu nuk ka marrë gjën më të rëndësishme, Zotin, edhe ka marrë domethënë gjërat e tjera nga shkrimi, por vëllezër nuk është kështu, sepse thash pa frymën e Perëndisë dhe pa lëviz Zoti brenda meje, jo që Landi nuk do të bëj asnjë gjë, por s'ka mundësi se si ta bëj këtë.
Kështu që ju lutem mos shikoni kur shohim kishën e parë këtë, hajde o burra t'idhemi ke veprat që ta bëjmë këtë gjithsesi. Por duhet kemi këtë zbulesë edhe kur Zoti po na flet, hidhuni dhe bëheni. Edhe lëvizni në atë drejtim. Kam parë, do t'jap vetëm një shembull, grupin i parë i vogël që unë kam qenë i përfshirë ishte duket 91, vono, edhe kisha kishte vetëm disa muaj që kishte filluar në atë kohë. Ishte shumë larg, ishte pothuajse nga fundi i bllokut duke kap liçenin. Edhe shumica prej nesh, domethënë, se në fakt në kish ajo ishte kisha e hershme për mua. Në fakt ata drejtuesit vetëm na caktuan, ata thanë ju do shkoni këtu dhe pikë. E ne të gjithë ishim nga Kino Studio, kështu që duhet shkonim shumë larg. Këtë radhë, këto vitet e fundit ne kemi bërë shumë të lehtë. Ju mund zgjidhni se cilën nga këto grupe të vogla. Mirë? Pa çfarë reklame bëra apo? Tani, unë baj mend atë grup të vogël, do përpiqem ta them me fjalë, ta shpjegoj me fjalë, por është shumë e vështirë për mua. Unë mendoj që ne ishim sistemin e si shqiptar me qellin e 7. Mirë? Me qellin e 7. Ishte një gëzim i Zotit që unë me vërtet nuk di si ta shpjegoj me fjalë. Shpeshherë i kthejmë, çfarë ndodhi them? Çfarë ndodhi në atë grup parë? Si, qysh tek? Unë mendoj që shumë gjëra po ndodhin. Nuk ishte vetëm mendoj rilindja shpirtërore që ne si shoqëri, domethënë si kish po përjetonim, mendoj edhe një lloj rilindje mbarkombëtare, kështu që ishte çik mix ajo, pak e rrëmueshme aty, nuk di se si ta shpjegoj. Por them drejtën, të gjithë ne unë shifja këto vargje tek apostujt, tek veprat e apostujve, kaq afër. Ne po i jetonim ato ditë. Dhe ky për mua ka qenë grupi më i mirë. Nëse do më pyesësh çfarë ndodhi brenda, një gjë do them. Të gjithë ne pranuam të dashuritë të Zotit, edhe pranonim njëri tjetrin jashtëzakonisht. Ne ishim vetëm 2-3 muaj besimtar. S'dinim as çfarë po studionim, as doktrinën e dur, po të na pyesësh ku dihet se çfarë kemi folur. Por këtë e di. Ne ishim manit me mesazhin që Zoti na do ne. Pikë, Perëndia ju do ju çuna, dhe ne pranonim dhe donim njëri tjetrin në një mënyrë që s'ishte normale apo e zakonshme. Këto dy gjëra do të thoja unë që ishte grupi më i mirë që unë kam qenë. Kuptoni? Nëse kemi grupe të tilla që po duam Zotin, e po duam njëri tjetrin, e pranojmë njëri tjetrin me këtë lloj dashurie, unë mendoj që grupi ja ka arrit qëllimin. Kupton? Duke lënë pas problemet, unë mendoj që ne fokusohemi shpesh ke problemet të atij tjetrit, ke problemet që unë shoh ke Gjergji, po ky Gjergji ka dhe këtë pesë. Po Zoti vëllezër nuk fokusohet ke problemet e Gjergjit. Nuk fokusohet Zoti as ke problemet e mia. Si më ka pranuar mua ai apo Gjergji, është e diçka mbi natyrshme, s'është normale kjo. Por ai ka bërë. Dhe unë them, kur ne vim grup të vogël, kjo duhet bëhet një nga qëllimet. Që unë me vërtet mirëpres ty, të du ty, prekupohem për jetën tënde, prekupohem për të mirën tënde, heci me Zotin dhe gjërat që janë më ty. Kjo është vllazëria që shohim përsëri tek veprat e apostujve. Vetëm një shembull tjetër do jepja para disa vitesh, unë mbaj mend që një çift me vërtet unë bën punën. Edhe unë bën punën që të dy burrë dhe grua për disa arsye s'kishin më punë. E mbaj mend, domethënë çfarë ndodhi, një grup njerëzish u mblodhën rreth rrotull tyre
dhe secili vendosi që t'jepte muaj për muaj diçka. Dhe them drejtën, ata me vërtet kishin një rrok. Po thuajse një rrok nga ndihma individuale. Jo as ndihmë kishe, kjo ishte ndihma e kishës që erdhi. Unë e mora vesh domethënë këtë më vonë, them drejtën jam beku sa s'bëhet. Këta njerëz e pan këtë si familjen e tyre. Ashtu si ne shohim vllajën edhe motrën tonë të gjakut. Nëse motra ime, vllai im, ku diun, nga gjaku do kishte këtë problem financiar, ç'a bëjmë? Unë do shkoj ta ndihmoj. Por, e them përsëri, ndoshta ne nuk do ndihmonim dikë që patjetër nuk kemi marrëdhënie. Me këta që unë sapo përmenda 7-8 vëllezër që jemi kaq afër, unë po them që ne nuk e di çfarë do bënim për njëri tjetrin. Shumë gjëra, gjithçka ndoshta do të ishin gatshëm se ka ardhur marrëdhënia e tillë. Dikush i tha, shiko, tha, unë ndoshta s'kam nevojë me vërtet të shkoj në grup të vogël, se po flisnin për cakosh, e di sa marrëdhënie kam unë, tha, prapë po flisnin për marrëdhënie, ju çfarë duhen mua marrëdhëniet, domethënë akoma më shumë. Ajo çfarë unë i thash ishte kjo, a ke marrëdhënie të tilla? A ke marrëdhënie të tilla? Edhe unë thash, në gjithë grupet që kam qenë, vetëm 5-6 njerëz mund t'i numëroj që kam këtë marrëdhënie kaq të ngushtë. Nuk e kam me gjithë. Edhe ne po flasim për këtë lloj marrëdhënie. Që vinë edhe bëjnë shqetësimi im, familja ime me vërtet, ajo që me vërtet do bëja për familjen e gjakut. E di që mund duket idealiste, por këto shohim ç'a bënte kisha e hershme. Ja? Të lutem, a mund të nxjerrni këto 5 fazat ose profilin shpirtëror këtë vit, apo ju I keni tek shënimet që keni marrë. Shikoni aty që në këto rrafet që kemi bërë, ne po përpiqemi që të jemi më, prapë them, më konkret. Ti si individ, çfarë duhet bësh? Nëse ti si individ, unë them, je në pikën e 3 apo je në pikën e 4, unë do të sfidoja të nxisja, a mundesh ti të shkosh tek pika e 5? Edhe ti je gjykatësi, ne nuk do vim të bëjmë diçka me këtë gjë, por ti je ai që gjykon. Unë jam ke X pikë. Kjo është jeta ku jam unë. Unë duhet ta sfidoj jetën time, landin, më tutje sot. Ju si grup, nëse doni të lëvizni nga ajo pika që është e 3 apo e 2, të mund të lëvizni më tutje. Edhe di pse e bëjmë këtë lloj lëvizje? Kur ne mbërrim tek bërthama, ne fillojmë prapë nga e para, dalim aty tek turma, ke komuniteti, edhe fillojmë po të njëjtin proces. Domethënë ju që grupet tuaja do të ecin jashtëzakonisht mirë, fantastike, jeta aty që del nga Zoti, vitin tjetër ka shumë mundësi që ju ndoshta nga një grup të jeni 2 grupe, sepse kanë ardhur njerëz në shpëtim, lavdi Zotit, edhe ata po ecin dhe po rritën. Ju vazhdoni grupin tjetër dhe pastaj fillon ky proces pa fund në këtë strategji ose ku diun strukturë që ne kemi menduar. Nuk e di, ju lutem grupeve të vogla mendoni më specifikisht për këtë gjë. Ku janë pjesëtarët e grupit tuaj dhe si mund t'i doni dhe t'i ndihmoni në ecjen e hapit tjetër. Mirë, a mund të lutemi? Perëndi I madh, unë lutem që ti t'jesh duke na ndihmuar në këtë vit që vjen. Ne themi që jemi nevojtar për ty si individ, por edhe si grupe të vogla, por edhe si kish, o Zot. Lutem na ndihmo. Ne kemi dëshira të mira, por unë lutem për veten time dhe për ne këtu sot, që këto dëshira nuk ngelin vetëm dëshira, o Zot, por fillojmë duke përveshur mangët dhe duke u futur punës, vështirë, sa do qoftë, Zot. Të lutem, o Ne kemi
shpresën e ty, nëse ti nuk vjen, asnjë gjë nuk do ndodhi. Kjo jetë që ne po flasim vjen veç nga ty, nga askush tjetër. Veç nga ti, o Zot. Të lutem, eja dhe lëviz brenda grupeve tona në këtë vit. Lutem në emrin tënd Jezu Krisht. Amen. Çdo madhështi për ule përpara ti. Çdo gjë që frymë me përbritje. Unë zgjedh që të dësjer ty kënaqësi. Se zemra ty gjen plotësi. Qofsa frym që marr një melodi, këngës që të nderoj ty Perëndi. Le të ngrihemi në këmbë, adhurojmë. Çdo madhështi për ule përpara ti. Çdo gjë që frymë me përbritje. Unë zgjedh që të dësjer ty kënaqësi. Se zemra ty gjen plotësi. Qofsa frym që marr një melodi, këngës që të nderoj ty Perëndi. Zgjedhim që të t'japim ty jetën tonë. Gjithçka që kemi. Vëllezër dhe motra, Perëndia dha atë që i dhimbej më shumë, birin e tij për ne. Ai kërkon që ne t'japim të vjetat tona atij dhe ofertat e zemrës tonë. Po ki kujdes, vetëm ofertat e zemrës tonë. Vetëm ato pranon Perëndia. Edhe ai i mohon, i hedh poshtë ato oferta që nuk janë nga zemra. Kështu që le të shkojmë me një zemër të gëzuar dhe të japim atë që zemra jonë ka. Le të adhurojmë. Një ditë me
Beja sërish tek do t'vi pranë teje Zot, do t'vi pranë teje Zot. Më mirë një ditë me ty o Zot, më mirë një ditë në dorën tënde, më mirë një ditë në ty o Zot, se mira tjetër ku me ty o Zot. Më mirë një ditë në dorën tënde, më mirë një ditë me ty o Zot, se mira shpirti im ti bekon, Zotin bekon, emrin e ti adhuroj. Sikur më parë ti këndon, shpirti im, emrin e ti adhuroj. Shpirti im ti bekon, Zotin bekon, emrin e ti adhuroj. Sikur më parë ti këndon, shpirti im, emrin e ti adhuroj. Sikur më parë ti këndon, shpirti im, emrin e ti adhuroj. Emrin e ti adhuroj. Shpirti ynë ty të bekon o Perëndi, dhe të falenderojmë për këtë ofertë. Amen. Të ulemi, shkënaqësi të adhurojmë së bashku. Është me të vërtet bekim i madh që jemi bashkë dhe adhurojmë Zotin së bashku. Ashtu siç jemi për njëri tjetrin në momentet mira dhe të lumtura, ashtu në fakt gjendemi edhe në momentet vështira. Kemi lajm të hidhur për sa i përket Ervin Gjypit, për juve që e njihni ka vite në kishën tonë. Vite pjesëtare e kësaj kishe, mamaja e tij ka ndruar jetë 5 ditë më përpara. Kështu që për ju që e njihni, mund t'i shprehni ngushëllimet atij, edhe gjithashtu të mund shkoni për vizitë, edhe t'i shprehim atij atë çfarë Landi po thoshte më përpara, këto marrëdhënie të krijuara në një familje, aty ku ne jemi gjithmonë pranë njëri tjetrit dhe në momentet vështira. Çfarë do bëjmë tani për të prezantuar pak drejtuesat e grupeve të vogla. Ju që jeni këtu dhe keni marrë përgjegjësi për të drejtuar një grup të vogël, a mundet që të çoheni dhe të shkoni në grupin në kategorinë e grupit që po drejtoni? Mos ju therasun me emër, ju e dini tashmë, kështu që grupet e interesit, grupet e dishepullizimit dhe grupet e shërbesës. Kemi 3 grupe interesi si vjet, 6 grupe dishepullizimi dhe 7 grupe shërbese. Këta këte po shkojnë e po takohen me njëri tjetrin, juve afrim nga vendoset i. Ka ndonjë nga ju që është në 2 ose 3 grupe, shkoni aty ku ka më pak njerëz. Kaq grupe shërbese ka? Ku janë? Grupet e shërbese, mirë, do vi edhe unë këtu. Mirë, për ju që keni marrë tashmë secili këtë broshurën e grupeve të vogla dhe nuk i njihni personat të cilët po drejtojnë një grup shërbese, pas mbylljes së takimit zyrtarisht, ndërkohë që takohemi me njëri tjetrin dhe bisedojmë, merrni mundësinë që t'i kapni këtu ku janë. Këta nuk do lëvizin nga flamuri, poshtë flamurit ku janë, nga grupet e tyre, dhe shkoni dhe pyetini çfarë bëhet te grupi juaj. Pastaj shko ke tjetri, po te grupi yt, ç'a bëhet aty? Pastaj shko ke tjetri, po ti ç'a ofron? Se me sa di unë këta kanë strategji dhe kanë shumë, njëri thot ne takohemi në qendër, tjetri thot pishin të mbyllur. Kujton, mund të ketë shumë oferta brenda këtyre grupeve, aty ku gjeni zemrën, por takoheni dhe bisedoni me ta për vizionin e grupit të tyre, për dëshirën që kanë për të shërbyer, dhe të gjithë këta
bashkë me ata që mungojnë, janë vetëm për t'ju shërbyer juve. Unë nuk e di se në sa shumë vende ju e gjeni këtë, por të shihni njerëz që janë gati për t'ju shërbyer juve, shkoni edhe bisedoni me patjetër me ta. Zot, ne t'jemi mirënjohës për këtë ditë, t'jemi mirënjohës për këtë javë, t'jemi mirënjohës për këtë kohë dhe për këta njerëz, t'jemi mirënjohës për përkushtimin e tyre dhe të ludhemi që ne do të marrim maksimumin nga grupet e vogla dhe ne do t'jemi duke jetuar një jetë sipas qëllimit tënd. Unë ludhem për bekimin tënd mbi çdo antar të kësaj kishe që do të jetë dritë aty ku ndodhet, Zot, dhe do të jetojë një jetë sipas zemrës tënde. Ne t'jemi mirënjohës pafundësisht për zemrat e këtyre njerëzve. T'jemi mirënjohës, Zot, për drejtimin e kësaj kishe dhe t'jemi mirënjohës për atë që ti je, sepse Zot, me ty ne mund të jemi shpresë për jetën edhe bekim për botën. Në emrin tënd ne luthemi. Amen. Zoti ju bekoft, shifemi javën tjetër, mos harroni të bisedoni me këta njerëz.